Dhoma e tregtisë dhe industrisë e Kosovës ka ngritur alarmin lidhur me reduktimet e shpeshta të energjisë elektrike, duke paralajmëruar pasoja serioze për bizneset në vend. Sipas një komunikate për medje, reduktimet e ashpra të energjisë po aplikohen pothuajse në të gjithë territorin e Kosovës, duke ndikuar drejt për drejt në funksionimin e sektorit privat. Mëtej, DTIK bën të ditur se gjatë ditëve të fundit është njoftuar nga një numër i madh i bizneseve antare për ndërprerje të shpeshta dhe të paplanifikuara të energjisë elektrike. Në dy raste të ndara në Leposavić me 19 dhe 20 dhjetor, policia e Kosovës ka njoftuar se janë gjetur armë, municion dhe pajisje ushtarake. Sipas njoftimit të policisë, rasti i parë ndodhi në orët e vona të 19 dhjetorit gjatë patrullimit në fshatin Rvatska në Leposavić, ku në një shtëpi të pabanuar u gjetën dhe u sekuestruan armë AK-47, armë gjuetie, 240 fishek si dhe një palë dylbi. E në rastin e dytë, policia njofton se kanë arrestuar një 60 vjeçar me inicialet R.R, pasi gjatë kontrollit në shtëpinë e tij në Vejavec të Leposavićit, u gjetën dhe u sekuestruan një pushkë gjysmë automatike, një pushkë gjuetie, një bombë dore, 2 ton boja, fishek të kalibrave të ndryshëm si dhe pajisje ushtarake. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar u ka bërë thirrje mërgjimtarëve dhe qytetarëve të cilët do ta shfrytëzojnë rrugën ka Serbia të mërkurën me 24 dhjetor që të gjejnë një rrugë alternative për shkak të një proteste të paralajmëruar në fshatin Kastrat të Kushumlis. Protesta pritet të nisë nga ora 11:50 deri në orën 15:50. Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, aktualisht nuk ka kolona të gjata në pikat kufitare në hyrje të Kosovës. Përmes një raporti të detajuar për zgjedhjet e 28 dhjetorit, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka analizuar se si në asnjë prej programeve të partisë politike nuk përmendet vetingu në sistemin e drejtësisë. Ulëmtuesi i lartë në IKD, Gzim Shala, tha se asnjë prej partive politike nuk ofrojnë vizione të qarta për reformën në sistemin e drejtësisë. Ndërkaq që drejtori ekzekutiv i IKD Sehat Miftaraj tha se duke u bazuar në këtë raport, partitë politike po përdorin këtë strategji për t'i ikur drejtësisë. Tridhjetë e 6 vjetorin e themelimit, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka shënuar me homazhe tek varri i liderit historik, ish presidentit Ibrahim Rugova. Në këtë aktivitet u theksua roli i rëndësishëm i Rugovës dhe i LDK-s në rrugën drejt lirisë, pavarësisë dhe zhvillimit të demokracisë në Kosovë. Kryetari Lumir Abdigjiku kujtoi se si programi i LDK-s i krijuar nga Rugova dhe intelektual të shquar para 36 vitesh u bën një platformë kombëtare për gjithë popullin e Kosovës me synim lirin, pavarësinë dhe demokracinë. Katër persona kanë mbetur të lënduar gjatë protestës së opozitës në Shqipëri, si pasojë e dhunës dhe hedhjes së molotovëve drejt kordonit të policisë dhe në portat e kryeministrisë. Një qytetar dhe një fotograf morën lëndime gjatë tubimit, ndërkohë që të lënduar janë edhe 2 efektiv të policisë. Pak minuta pasi protestuesit kanë boshatisur sheshin e kryeministrisë, policia mbërriti aty dhe vendosi shiritat me mbishkrimin skenë krimi. Për disa orë ekspertët kanë kryer fotografimin dhe filmimin e dëmtimeve të krijuara nga shpërthimet e flagëve prej molotovit.